Sopranoja e njohur rrëfen sakrificat, kam kërkuar punë si babysitter dhe kameriere, kam qëndruar edhe pa ngrënë. Në një rrëfim prekës sopranoja e njohur shqiptare Hermonela Jaho ka ndarë disa nga vështirësitë e mëdha që ka përjetuar gjatë studimeve në Konservatorin e Romës. Ajo tregoi se në fillimet e saj në Itali është detyruar t'i kërkojë ndihmë mësuesve që e njihnin në Mantova, duke ofruar të punojë si babysitter dhe kamariere për të siguruar jetesën. Ka qenë shumë e vështirë, sidomos pasi humba dokumentet gjatë procesit të ndërrimit të tyre. Madje, në një periudhë kam qëndruar edhe një javë pa ngrënë, pasi familja ku qëndroja kishte probleme me divorcin, tha Jaho. Vështirësitë nuk përfunduan me kaq. Pasi fitoi konkursin për të vazhduar studimet në Konservatorin Santa Cecilia në Rom, ju desh një certifikat nga ambasada shqiptare për shkak të skadimit të vizës. Por ambasada ja refuzoi këtë dokument dhe i kërkoi të rikthehej në Shqipëri. Kam shkuar duke qarë në sekretarinë e konservatorit, duke ju lutur drejtorit që të më lejonte të vazhdoja ëndrrën time. Ai më pa dhe më tha, do të doja që edhe fëmia im të kishte pasionin tënd. Dhe vendosi të më pranonte pa dokumente, rrëfeu artistja. Sot, sopranoja shqiptare është e njohur në skenat më të mëdha operistike në botë, por nuk e haron mirënjohjen ndaj atyre që e ndihmuan në fillimet e saj. Ai drejtor ka ndëruar jetë, por unë e kujtoj gjithmonë me falënderim, tha Jaho.